Shumë faleminderit. Ndërkaq, edicionin e mesditës e vazhdojmë me po të njëjtat diskutime, vetëm se do ndrojnë parti. Do flasim me përfaqësues televizjes Vetëvendosje. Siç edhe tham më herët, Lëvizja Vetëvendosje e ka nominuar sërish kryetarin e saj Albin Kurtin për kryeministër në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Cilat janë pritshmëritë? A janë të hapur për koalicione dhe sa kanë vija të kuqe me ndonjërën prej partive? Këto i diskutojmë gjatë kësaj pjese bashkë me Artan Abrashin nga Vetëvendosje. Zotëre Abrashi, faleminderit shumë për kohën. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Po diskutojmë për atë se çfarë është në fokus të gjithëve tashmë janë zgjedhjet, po shpresojmë shumë që me këto zgjedhje edhe do vijë një zgjidhje e cila nuk u pa këta 9 muajt e fundit, pothuajse kemi një vit të plot të humbur e që ka shkaktuar më pas edhe zhgënjimin e qytetarëve. Lëvizja Vetëvendosje nominoi edhe një herë tjetër Albin Kurtin për kandidat për kryeministër, po besoj se besimin e plot e kanë strukturat e kësaj partie në të, apo jo? Po pas një pikë dyshimi. Albin Kurti vazhdon të mbetet kryeministri më i mirë që ka pasur në Republikën tonë. Dhe këtë ka dëshmuar me punën e tij që kemi pas mundësi me pa gjatë gjithë këtyre viteve. Që nga mbrojtja e sovranitetit, shtrirjes së rendit, kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë në gjithë territorin e Republikës së Kosovës, që nga paktësimi dhe lufta kundër korrupsionit, që nga rritja e mirëqenies për qytetarë, duke ngritur pensionet, duke i ngritur shtesat për nëna dhe familje hona, duke i rritur mbështetjen e njerëzve në kategorie në nevojë, edhe sipas gjitha raporteve që analizojnë gjendjen e tregut, rritjen e nivelit të punësimit. Pra shtimin e mirëqenies dhe zhvillimit ekonomik, Kurti mbetet pa diskutueshëm propozimin jonë për kryeministër përshëm të Republikës së Kosovës. Fatkeqësisht puna e tij është tentuar të ndalet përmes blokadave të parësyeshme, të cilat kanë qenë synim i opozitës së tmerruar nga suksesi i zotit Kurti, kemi pasur një situatë të blokadës nënmujore, e cila këtë rast po uroj dhe shpresoj që të marrë fund, ndonse ky opsioni zgjedhëve të parakoshme të jashtëzakonshme ishte totalisht i panevojshëm. Kjo nuk ishte synimi dhe dëshira jonë si Lëvizje Vetëvendosje, mirë po mbetëm pa zgjidhje për shkak se opozita shfryzoi rastin e mungesës së disa deputetëve në anën tonë për ta implementuar agjendën antishtetrore bllokuese institucionet të Republikës së Kosovës. Pikërisht te kjo çështje do ndalemi edhe më tej gjatë diskutimit për të parë edhe një herë tjetër, ndonse edhe janë parë qartazi pse nuk funksionuan gjërat. Në anën tjetër, një pyetje për kuriozitet para se të vazhdojmë me diskutime të tjera. Meqense konjusa ishte mandatuar për shkak të rrethonave për kryeministër, meqense Kurti edhe nuk doli që ta bënte herën e parë, nuk pati numrat e mjaftueshme, po tashmë së fundmi që partia nominoi sërish Kurtin, çfarë kandidati besoni se do ishte konjufca për kryeministër? Do kishte besimin e njëjtë, do ishte i pranueshëm tek elektorati, ndonse si deputet edhe ka një numër të madh të votave? Pas një pikë dyshimi, këtë që propozon Lëvizja Vetëvendosje në funksionet nota shtetërore, kjo bëhet edhe në një analizë, kjo bëhet edhe një mirë besim dhe besim të gjithë anëtarëve, të gjithë strukturave përfaqësuese të Lëvizjes Vetëvendosje. Mirë po edhe vetë zoti Kurti, si e tha, modeli më i mirë, cilën e kemi tashmë të provuar dhe të dëshmuar për të qenë kryeministër i Republikës së Kosovës, vazhdon mbetën pa diskutueshëm zoti Kurti dhe besoj, siç e tha edhe vetë zoti Kurti, e mbështet pa rezervë kandidaturën e tij, edhe ishte ai person që nominoi atë për kryeministër të Republikës së Kosovës. Pra, natyrisht kemi besim në zotin Kurti, të dëshmon mbështetja e madhe qytetarëve, të cilën ai e merr vazhdimisht në secilën parë zgjedhje, cilët organizohen në Kosovë, dhe se me kërkesën e tij, me kërkesën e antarësisë, me besimin tonë të plot, mandatari për qeverinë e re të Republikës së Kosovës, respektivisht kryeministër, do ta ketë edhe çfarë rreziku. Tashmë kur po afrohemi drejt zgjedhjeve, përmend edhe pak më herët se janë edhe një muaj të plot që nga e nesërmja deri në ditën e zgjedhjeve, partitë politike në anën tjetër kanë filluar që të bëjnë kalkulimet e tyre, të marrin personalitete, të ofrojnë në parti, më pas të bëjnë zyrtare edhe koalicionet parazgjedhore, si qëndron Lëvizja Vetëvendosje në këtë drejtim, Abrashi?
Koalicioni jonë i vërtet dhe i vetëm që vlen për të theksuar është ai me qytetarët e Republikës Kosovës, është në nërgatën me diasporën tonë, pra me gjithë shtetasit tanë të cilët qofshit jetojnë këtu apo jashtë. Pra kjo është më e rëndësishme dhe kjo është i frikson duke i detyrë të marrë një panatyrshme arritën e pa deri tash të partive me idenë që mund të rrisin dhe një përqindje. Ta keni qartë të gjithë. Opozita tanishme do t'jetë punësja më e madhe e zgjedhjeve. Pra, dallimi do t'jetë i thellë. Mbani për fjalë, dallimi do t'jetë shumë i madh, lëvizja vetëvendosje do t'jetë fituesja absolute e zgjedhjeve, sepse këtë po e shohim çdo ditë në takime me qytetarë të cilët po e manifestojnë një mbështetje të pazakontë, një mbështetje shumë të madhe, më të madhe se sa që e kemi parë ndonjëherë. Dhe me ardhen e Mërgatës, që ishte dhimbja më e madhe e opozitës, pse Mërgata jonë, kontribucja më e madhe e jetësimit të shtetit tonë, po vjen po voton, imagjinoni, do t'jetë ky dallim ende dhe akoma më madhe. Pra 28 dhjetori, përveç se do t'jetë ditë votimi, do t'jetë padyshim edhe ditë ku do ta përmbyllin një pjesa dhe blokada politike, do t'i hapi mand punë shtegun Kosovës duke eliminuar edhe këtë blokadë politike përmes mbështetjes dhe votimit në mënyrë masovike të lëvizjes së vendosur. Ajo çfarë shpresojnë qytetarët, po besoj, është që të bëhet një zgjidhje sa më shpejt jetë e mundur. Në anën tjetër, më lejoni të citoj disa prej njerëzve të çështjeve politike, më pas edhe përfaqësues të partive të ndryshme politike, të cilat kanë thënë në studio televizive mendimet e tyre lidhur me rezultatin e lëvizjes vetëvendosje. Sipas tyre, rezultati vitit 2021 është tashmë krejtësisht i pamundur. Në perceptimin tuaj, Abrashi, është i pamundur një rezultat i tillë edhe kësaj radhe ose kurdoherë tjetër? Shkojnë batë dhe kush ka ata. Po nëse referohen zyrtarëve dhe përfaqësuesve të partive opozitare, ose njerëzve që janë bajnë zhagën partive opozitare, atë tashmë në secilin proces zgjedhor janë dëshmuar që janë, si më thonë, komplet të hushur. Kështu kanë thonë në vitin 2021, dhe kanë shkuar me fjalë të rënda që edhe po të zgjohej zoti Rugova, Ngjeri, edhe po të ishte edhe vetë dëmshari në varg kur lëvizja dhe vendosja nuk do ta ngritë 50%, ma ishte kështu. Çka ndodhi? Lëvizja dhe vendosja të shpejtë aty, pra 50%. Prandaj, kur flasim për referenca në deklaratat e njerëzve të cilët nuk kanë asnjë kredibilitet se për të parashikimeve të procesit zgjedhor, është mirë që kemi të kujdesshëm sepse prapë them janë dëshmuar si njerëz që dinë me bohuçe shumë të mëdha. Jo vetëm në zgjedhjet, jo vetëm rezultatin e 14 shkurtit të 2021, por edhe në gjitha proceset përfshirë dhe këto zgjedhje publike të cilët u patën bushje të mëdha, njerëz të cilën kapën me margjin e gabimit, të cilat e kalon 5 deri në 10%. Njerëz të cilët përgatisin skema të mashtrimit të opinionit publik për qëllim që të ndikojnë në rezultat zgjedhor përmes këtyre parashikimeve. Prandaj, si qytetarë të cilët e kemi provu këtë shijen e mashtrimit të këtyre personave, duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Dhe po besoj që tashmë edhe kanë humbur kredibilitetin dhe askush nuk e merr parasysh deklaratat e tyre, sepse një herë kur gabojnë, 2 herë, 3 herë, është në të vërtetë absurde sepse ne jemi vazhduar me i besu prapë. Dhe prandaj, unë besoj fuqishëm në përkrahjen qytetare, tash ju mund thoni ku po e bazoni këtë, po e bazojmë me takimet e shumta që po i kemi, telefonatat e shumta që po i kemi dhe mesazhe për ardhjen masive të diasporës në Kosovë, pa festat e fundvitit dhe natyrisht edhe për votuar në procesin zgjedhor. Se kjo, a do t'jetë e vërtet, ajo që po them, natyrisht që mbetet me u pa në muajin e ardhshëm, zgjedhjet nuk janë shumë larg, janë zgjedhje të jashtëzakonshme, fushata nuk do të zgjatë shumë dhe do të kemi mundësi me po çfarë. Ajo, Abrashi, çfarë nuk u bë as pak mirë është se qytetarët do të duhen që t'ju drejtohen kutive të votimit për të 4-ën herë me radhë, në anën tjetër në një kohë festash, ku ndoshta pikërisht këto mund të shfrytëzonin, meqense tashmë ekziston edhe liria e lëvizjes, edhe tek të afërmit e tyre, të cilët për shkaqe të ndryshme edhe nuk mund të jenë pjesë gjatë festave të fundit në Kosovë. Në anën tjetër, do ndalemi të diskutojmë edhe njerë, sepse njëra prej fjalive më të përdorura gjatë fushatave zgjedhore dhe gjatë këtyre diskutimeve janë vijat e kuqe.
A ka lëvizja vetëvendosje vija të kuqe me ndonjërin prej partive politike? Si hyn në këtë garë zgjedhore? Fatkeqësisht ne këto vija të kuqe, sidomos në të muajt të fundit të vitit parë, edhe në diskurs po edhe në trenda partitë opozitare. Lëvizja vetëvendosje, kryeministri Kurti, pastaj edhe nominuar Leon Njeri, dhe Pikëlau Konjuqi, i cili do të thotë nominimit të cilit ishte edhe shaj nga dishmërisë tonë për me lëshu vetëm e vetëm që kanë nxjerrën Kosovën nga bllokada dhe kriza, po më përsëri të interesuar për bojkot deri në shkatrim të shtetit. Kemi pas mundësi me e pa refuzimin e tyre kategorik për çfarë të formë të bashkimit. I patëm lutë, zoti Kurti dhe gjithë ne, pa shku deri në forgjërim puna, ju lutëm. S'po, masi s'po dëni qeverinë, s'po ku votoni buxhetin e Republikës Kosovës. Miratimi së cilës është shumë i rëndësishëm në fundit. Mos miratimi i së cilës do të shkaktonte pasoja tepër të mëdha për funksionimin e administratës shtetërore dhe përgjithësisht të Kosovës. Po hyn drejtor ku dëmi është edhe tek qytetarët e shtetit. Leni i natët destruktive, po të bëmi bashkë për atë që është rëndësishme për qytetarët. E që është votimi i buxhetit, në cilën përfshihet rritja pensioneve, rritja mbështetje për nëna Leona, rritja e mbështetjes për fëmijët tonë, rritja e mbështetjes për kategoritë me nevojë, pastaj votimi i raportit për RTK-n. Imagjinoni punëtorët e radiotelevizionit publik tash sa mu janë pa pagë. Vetëm për shkak të bllokimit të opozitorëve të vendit nuk mund të punelu komisionet, edhe me votuar për raport që më në punë me auditimi. Pra ju kisha lutur, ka rëndësi që ta them. Krejt kjo kronologji e veprimeve sabotuese dhe destruktive kundër shtetit Kosovës me idenë për me dobësu Albin Kurtin do të kthejnë bumerang. Qyre, në një rezultat që ata uroj që do të reflektojnë pastaj. Uroj që do të reflektojnë, ose ne do të vazhdojmë rrugën drejt çarjes së kësaj bllokade, duke bërë pushkate ndershme, duke i bërë ftesë publike shfrytëzuese që vonë të bëj thirrje mërbëtës që vinë sa më shumë në Kosovë, nëse jo ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre të votës duke u regjistruar tashmë në afatin i cili ka filluar për të votuar me votimin e postë. Pra, si qytetarë kemi përgjegjësi për shtetin tonë, kudo që jemi. Kosova është një amanet shumë i shtrejtë, cilët ne duhet të arrujmë si sytë e ballit, dhe në këto momente kaq vështira të krizës politike që e shkaktuan parti që nuk ja dojnë të mirën në shtetit Kosovës, ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm, vigjilent që ta ruajmë atë, duke marrë pjesë fiksore në procesin e votimit, për ta zhbllokuar këtë situatë, këtë krizë dhe për t'i hapur, do të thotë, normalitetit të rrugë dhe ambient të shërbimit përmes pjesëmarrjes masive në votim. Pra i ftoj njerëz që të marrin pjesë në mënyrë masovike dhe të injorojnë ta zëra destruktiv, të cilët po gufojnë në pjesën më të madhe të studiove televizive kundër marrëgatës tonë të ndërmjet. Po. Në fakt, ju edhe i përmbledhët dy prej pyetjeve cilat desha dhe t'i shtroja gjatë kohës sa do diskutonin pikërisht lidhur me atë se pse gjërat erdhën deri këtu, pse lëvizja vetëvendosje në krye me Kurtin ishte aq e papranueshme për partitë politike, më pas u ndrua edhe emri Kurtit, u hodh emri i Konjufcës, vazhduan me të njëjtat qëndrime. Pse mendon, ku qëndron i problemi i partive tashmë, nëse mund të quajmë ish opozitare, karshi lëvizjes vetëvendosje? Po mendoj që pikë fare është tek mendësia. Shikojmë, nëse nuk e patëm nga dishmërinë për bashkëpunim. Sigurisht do të donim që qeverisja ta bënim kështu, duke reflektuar në mbështetjen e madhe shtetare, pa kryesisht vetë. Mirë, po ndonjëherë demokracia ta imponon edhe bashkëpunimin. E ishim dashëm të bërë ftesa publike dhe lidhje demokratike dhe partire në rrugë. Pra arsyeja mos bashkëpunimit të tyre ka të bëjë me mendësinë politike që është instaluar sidomos në të fundit në këto parti, që është mendësi korruptive dhe zhvacë të qeverisjes në institucione shtetërore. Kjo mendësi nuk është kompatibel me mendësinë dhe për me shëshit të situatë kam për lloj akuzash të paqena në drejtim të gjyqtarëve tonë, gjëse dhe ne do të kemi një kujtë në këto. Pra,
mendoj që këtu është problemi thelbi krejt i mosgatishmërisë për bashkëpunim. Ne jemi për me punu me rregulla, me procedura, ne jemi me punu me pas bashkëpunim dy baza parimore, kurse ata janë të interesuar në bashkëpunim me ndarjet pozitave të pushteteve, në përsimin e interesave të grupeve, të fraksioneve të caktuara, e të vazhdojmë kështu pastaj mënyrën e rikëbartjes së shtetit të Kosovës. Nuk është kjo filozofia jona e të vepruarit, kur nuk ka qenë, kur nuk do të jetë, mbase duhet me i rishqyrtu ata konceptet bazike të funksionimit të tyre si organizata dhe parti politike, dhe se të plotësojnë kushtet minimale për me ujë me bashkëpunu me lëvizjen e vendosur që është një subjekt politik modern, subjekt politik kompatibil me mendësinë progresive të partive evropiane, dhe se kështu do të thotë ta arrisin në nivelin e bashkëpunimit dhe qeverisjes në drejt një kulture politike që i takon Kosovës si vend në orientim demokratik dhe progresiv. Prandaj, në thelb, kjo është konsideroj arsyeja kryesore, por gjithsesi është fakti se lëvizja vendosje nuk i merr parasysh interesat e ngushta të grupacioneve të cilat kryesisht kanë përsinim përfitimin, interesat financiare, të cilat ne se kemi asnjë obligim për me ja plotësuar. Abrashi, teksa po flas, më lejo ta citoj një lajm të fundit i cili vije, po besoj një lajm i mirë për punonjësit e RTK-s. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka njoftuar se do të ndahen mjetet financiare për RTK-n nga kategoria e kursimeve. Ai shtoi se kjo zgjidhje e sotme është vetëse një improvizim i detyruar pas dështimit për ta miratuar buxhetin në kuvend. Po, ja këto dhe po e thamë one. Ja këto po e thamë. Do të thonë, kjo është lajmi më i mirë. Kjo është lajmi më i mirë që kam dëgjuar sot. Kjo është arsyeja pse Kurti duhet me qenë kryeministri i Kosovës. Edhe në 4 vite të ardhshme. Gjen dhe improvizon zgjidhje, donse jo adekuate, por vetëm e vetëm që mos t'i lej keq njerëz që kanë punuar me nder dhe me përkushtim në punën e tyre në këtë rast për informimin e qytetarëve tonë në institucionet. A mund përdoret Abrashi kjo nga partitë opozitare, duke u thirrur në atë se po e bën për çështje fushate? Partitë opozitare do t'ju vihet turp për shkaktimin e kësaj situate, ku qindra familje i kanë rreziku përmes bojkotit edhe në natyra bazike. Le të bëjnë çka të dojnë, ne s'kemi punë. Prandaj po them, marrëveshja jonë politike dhe koalicioni jonë mbetet vetëm në qytetar, synimi dhe përkushtimi jonë është vetëm puna në interesin publik dhe kështu do të bëjmë edhe në 4 vite të ardhshme pas fitores tonë të mëdha në 28. Abrash, edhe një çështje krejt të fundit, meqense edhe jeni angazhuar që t'ju lirojmë. Është diskutuar shumë, pikërisht edhe në studion tonë, edhe në studiot të tjera televizive ka pasur mendime të ndryshme, duke analizuar se cili mund të jetë rezultati nga këto zgjedhje të jashtëzakonshme të datës 28 dhjetor. Politologë të ndryshëm kanë thënë se rezultati mund të jetë i ngjajshëm ato çfarë i prodhoi zgjedhjet e shkurtit, ku me ngritje ulje të ndonjë partije të ndryshme politike. Në rast se kjo qëndron, i bie që sërish partitë politike duhet ta gjejnë vullnetin për bashkëpunim, në të kundërtën do të shkojmë drejt një krize tjetër. Apo jo, çka mendoni ju? Ky do të ishte skenari më i padëshirueshëm, kriza e re do të ishte prapë diçka që askush nuk e dëshiron përpas të na partive. Për çfarë arsye unë këtë nuk e di, dhe realisht kush s'ka mujt me kuptuar edhe pse u shkaktua vullnepoda në mujore. Merren kuvend pasaj edhe në qeveri. Hajde të kuptojmë se votojnë qeveri, po kuvendi se ke bloku. Kuvendi ka qenë shtëpia e partive. Kuvendi komisionet, kryesia ka qenë organi ku janë përfaqësuar gjithë mbi bazën e rregullores punës dhe mbi bazën e kushtetutit dhe ligjit. Cila ka qenë arsyeja e bojkotimit i procesit të konsolidimit të trupave të kuvendit, por mua vazhdon me ne misteri më i madh që kam pasur në njerëz si deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës. Por gjithsesi, prapë e them, ne si vendosje do të reflektojmë maksimalisht tash krejt kësaj situate që bëjmë çka do që është në dorën tonë dhe në fuqinë tonë që ta shmangim të thotë peshafin e Kosovës drejt një krize për se rezultati pa përgjithshmërisë së PDP-s apo si do të thotë fakti që po janë në zhahur. Prandaj e di që nuk do të jetë lehtë,
edhe kërkojnë ndihmën dhe mbështetjen e qytetarëve. Tash është koha komplet qytetare. Tash është koha komplet sovrane. Ja kam folë pak në politikë. Qytetarët e Kosovës e pa si patin e vendit në dorë. Andaj atë fat duhet ta drejtoj marrë e mirë duke e ngarku me përgjithësi ata të cilët janë dëshmuar se po punojnë për interesat e Kosovës dhe të vendit tot, janë dëshmuar se po punojnë për interesat e Republikës tonë dhe integritetit territorial, sovranitetit dhe mirëqenies së qytetarëve. Pra, taksat të cilët i kanë paguar qytetarët për herë të parë janë këtu si mbështetje dhe shërbime, të cilat nuk i kemi pa në asnjë qeverisje. Prandaj krejt kjo po besoj fuqishëm që do të përkthehet në një mbështetje masive për lëvizjen e vendosë dhe për të nominuarin ton për kryeministër tashmë të Republikës Kosovës Albin Kurti. Abrash, unë e thash se ajo ishte çështja e fundit që do diskutojmë, mirë po, më lejo vetëm me një pyetje krejt të fundit, meqenëse se erdhi lajmi për buxhetin për RTK-n, një mendim të fundit të krijuar për situatën e cila është krijuar në kryeqytet, po vazhdon të llovia në komunikacion, qytetarëve në fakt është vështirësuar jeta meqenëse se transporti publik është jo funksional pikërisht për shkak të buxhetit. Në anën tjetër janë edhe dy komuna të tjera të cilat ballafaqohen me problematika të njëjta, është ajo e Gjilanit si dhe e Zubin Potokut. A ka një zgjidhje për problemin e krijuar apo tashmë shumë vonë duhet pritet formimi i institucioneve? Nuk jam shumë informuar në lidhje me rrjedhën dhe zhvillimet në kryeqytet, mirë po për aq sa ka mujt në kuptu, kjo situatë është rezultat së komunës Prishtinës për me kry punë të zhvillimeve të veta. Po, edhe Gjilani, po komuna Gjilanit ka probleme me mirat të buxhetit. Edhe komuna Gjilanit fatkeqësisht ka qenë viktimë e pazareve të ulta të PDK-s, TDK-s, AK-s, Guvernit e Republikës Kosovës për mos me miratu buxhetin. Forse përmes punës së mirë dhe të përgjithshme të kryetarit Albin Hyseni, po mundohet që të bëjë zgjidhje situatave të cilat janë shkaktuese rezultati mos miratimit të buxhetit. Pra nuk ka kriza të nivelit të tillë që shfare janë në komunën e Prishtinës. A dini pse? Sepse komuna e Gjilanit udhëheqet nga një kryetar i përgjithshëm. Një kryetar që respekton punën, vendin e punës dhe fiks fare. Një kryetar që i rrin karshi obligimeve të veta ligjore si zë shtëpie në Gjilan. E fatkeqësisht këtë nuk e ka komuna. Është pa zë shtëpi. Është pa udhëheqje të dinjitetshme, pa udhëheqje të përgjithshme dhe pa udhëheqje profesionale të cilët e meritojnë qytetarët e kryeqytetit. Dhe krejt kjo po shkaktohet në situata të tilla të cilët fatkeqësisht do ta rëndojnë jetën e qytetarëve në kryeqytet. Abrashi, unë të falenderoj. Natyrisht, përgjegjësia dhe para edhe zgjidhjen e kësaj bie mbi të gjithë, dhe se ne do ta lojmë pjesën tonë, do të kryejmë obligimet sa i përket pjesës tonë, por është fatkeqësia më e madhe për zgjedhja dhe rizgjedhja e përparim Ramës si kryetar komunës Prishtinës. Ende do t'ja shohim pasojat e tij në ditën në bashkë. Abrashi, unë të falenderoj shumë që gjete kohë të jesh pjesë e mesditës edhe të diskutojmë çështje që krejnë funditës janë në interes të qytetarëve. Faleminderit edhe një herë për kohë. Asia gjithmonë. Faleminderit shumë. Nga këtu kalojmë në